Por, sa po shohim, do të kemi një mod kryesisht të nxehtë dhe fatmirësisht do të kemi temperatura të larta. Nëse flasim për në Mitrovic, do të jetë 11 gradë, temperatura që të kryesojnë në këtë qytet, ndërkaq në Pej do të jetë 12, në Gjilan do të jetë 11, në Ferizaj do të jetë 11, gjithashtu në kryeqytet do të jetë 10 gradë Celsius, ndërkaq në Gjakov e në Prizren. Sigurisht nuk parashihet të jetë shi apo ndonjë temperaturë tjetër, por me aq sa shohim që ka diell dhe do të jetë 14 në Gjakov dhe 13 në Prizren. Në Mitrovic, temperaturën minimale do ta kemi minus 1 gradë Celsius, ndërkaq në Prishtinë do të jetë 0 gradë Celsius. Në Gjilan do të jetë gjithashtu 0 gradë Celsius, në Ferizaj do të jetë minus 1 gradë Celsius, në Prizren temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, në Gjakov 0 gradë Celsius dhe në Pej do të jetë vetëm 1 gradë Celsius. Pra, këto do të jenë temperaturat që pritet të përfaqësojnë Kosovën për ditën e sotme dhe sigurisht po e shohim pra që tashti motive se ka filluar të nxehtë dhe nuk I kemi më temperaturat siç kanë qenë ditëve të kaluara. Nëse shkojmë edhe shohim Shqipërinë për ditën e sotme dhe motin atje, kemi një mot të nxehtë dhe sigurisht si një vend bregdetar ka një klim pak më ndryshe. Nëse nisim me Shkodrën, kemi 14 gradë temperaturën maksimale dhe 4 gradë temperatura minimale do t'jetë në Shkodër. Në Kukës 7 do t'jetë temperatura maksimale dhe minus 1 do t'jetë temperatura minimale. Në Lezhë 14 do t'jetë maksimalja dhe 3 do t'jetë minimalja, në Dibër 6 do t'kemi maksimalen dhe minus 3 do t'kemi minimalen. Në Durrës 14 do t'jetë temperatura maksimale dhe 5 do t'jetë temperatura minimale. Në Tiranë, në kryeqytetin shqiptar, do t'kemi 14 gradë Celsius temperaturën maksimale, ndërkaq 1 do t'jetë temperatura minimale. Në Elbasan e në Vlorë, që si gjithmonë mbesin ndër vendet më të nxehta ashtu, kemi 14 temperaturën maksimale, ndërkaq minimalja në Elbasan do t'jetë 2 gradë Celsius dhe në Vlorë do t'jetë 3 gradë Celsius. Sa I përket Korçës, temperaturën maksimale do t'kemi 4 gradë Celsius, ndërkaq ajo minimale do t'jetë minus 2 gradë Celsius. Ndërkaq në Gjirokastër, ndonse kemi 13 gradë temperaturën maksimale, 0 do t'jetë temperatura minimale dhe në Sarand 16 do t'jetë temperatura maksimale dhe 6 do t'jetë temperatura minimale. Dhe nëse shohim konkretisht temperaturat në Shqipëri, shohim pra që në Sarand mbetet si qyteti më I ngrohtë dhe pastaj që pasohet nga Tirana, nga Elbasani, nga Vlora, nga Korça, nga Lezhë, nga Shkodra dhe pse jo e përmendi shpesh në emisionet e mëngjesit që mundeni me organizu ndonjë udhëtim, meqense tash jemi kështu nga mesi I javës dhe kjo kur jemi të mërkurën ashtu e kemi si në përfundim të javës dhe mund ta shfrytëzoni për të shkuar në bregdetin shqiptar, pse jo, ka plot gjëra të bukura për të vizituar Shqipëria. Sidomos nga pjesa jugore që kohëve të fundit vetë po frekuentohet edhe më shumë dhe kemi temperatura të mira atje, mund të shkoni, të shfrytëzoni, të vizitoni edhe vende që nuk keni qenë më herët dhe padyshim që do t'ju pëlqej. Vetëm duhet të largoheni pak, po themi kështu nga kjo monotonia e punës e përditshme dhe ndoshta edhe për t'i larguar pak motit të ftohtë që kemi pasur këto ditë. Shkojmë dhe shohim motin në Maqedoni të Veriut dhe diskutojmë pastaj edhe për të, e dim që edhe po e shohim që zakonisht motin e Maqedoni të Veriut është më ngrohtë se në Kosovë dhe nëse flasim për në Tetov, kemi temperaturën maksimale 9 gradë Celsius dhe atë minimale 1 gradë Celsius. Në Kumanovë 11 kemi temperaturën maksimale dhe minus 2 do t'jetë temperatura minimale. Në Strug, 7 do t'jetë temperatura maksimale dhe minus 2 do t'jetë temperatura minimale. Minus 2 do t'jetë edhe në Gostivar, por edhe në Shkup temperatura minimale, ndërkaq në Gostivar do t'jetë 8 gradë Celsius ajo maksimale dhe në Shkup do t'jetë 11 gradë Celsius temperatura maksimale.
Edhe në Shkup dhe në qytetet maqedonase nuk është ide e keqe për të vizituar dhe për të shkuar për ndruar kështu pak ambient dhe hapësirë. Shkojmë dhe shohim në vendet e botës, në kryeqytetet evropiane dhe se si do t'jetë përgjithsisht mote. Dhe si që shohim vendet që mbeten ende më të ngrohtat janë Lisbona dhe Madridit, të cilat zakonisht kanë temperaturat ashtu ndoshta edhe për shkak të pozitës ku gjenden, dhe janë gjithmonë një zgjedhje e mirë për ata që janë simpatizantë të motit të nxehtë. Nëse nisim me Dublinin, kemi 14 gradë temperaturën maksimale dhe 3 gradë kemi temperaturën minimale, ndërkaq në Londër 16 do t'jetë temperatura maksimale dhe 5 do t'jetë minimalja. Në Dublin do t'kemi, e përmenda të Dublin, në Berlin, më fali, do t'jetë 12 temperatura maksimale dhe 4 do t'jetë minimalja. Në Bruxelles, e cila gjithashtu bën pjesë në vendin e kryeqyteteve të nxehta, të cilat zakonisht edhe dimrit din të mos kenje të ftohtë të acartë ashtu. Po i referohemi, në Bruxelles 17 do t'jetë maksimalja dhe 5 do t'jetë temperatura minimale, ndërkaq në Varshavë 10 do t'jetë maksimalja dhe -2 do t'jetë temperatura minimale. Në Paris do t'kemi 18 temperaturën maksimale dhe 7 temperaturën minimale. Ndërkaq në Gjenev 17 do t'jetë temperatura maksimale dhe 4 do t'jetë temperatura minimale. Në Vjenë do t'kemi 12 temperaturën maksimale dhe 3 do t'kemi temperaturën minimale. Sa i përket Zagrebit, 14 gjithashtu do t'jetë temperatura maksimale në Zagreb, ndërkaq ajo minimale do t'jetë 3 gradë Celsius. Sa i përket Romës, 17 do t'kemi temperaturën maksimale dhe 6 atë minimale. Në Madrid do t'kemi 24 temperaturën maksimale dhe 10 atë minimale. Në Lisbon 25 do t'jetë maksimalja dhe 14 minimalja. Ndërkaq sa i përket kryeqyteteve që i përmendëm më herët, nëse flasim për kryeqytetin kosovar, në Prishtinë 10 do t'jetë maksimalja dhe 0 do t'jetë minimalja. Në Tiranë 14 do t'jetë maksimalja dhe 1 do t'jetë temperatura minimale. Ndërkaq në Shkup 11 do t'kemi maksimalen dhe -2 do t'kemi temperaturën minimale, ndërkaq në Athinë 14 do t'jetë maksimalja dhe 7 do t'jetë minimalja. Pra, këto do t'jenë temperaturat e sotme për kryeqytetet në botë, disa nga to veçse janë edhe mbesin goxha interesante dhe historike për të vizituar, kështu që besoj që tashmë edhe me këtë, me qëse nuk kemi probleme për çështjen e vizave, kemi edhe oferta goxha të këndshme edhe të përshtatshme dhe pse jo mund të vizitoni njërin nga to. Është një mundësi mirë për të parë kultura të reja, njerëz të rinj, për të shoqëruar me gjëra të reja dhe për të ndruar pak, sepse kjo puna zakonisht din edhe të na lodh. Edhe pse jo kur ndron ambient duket krejtësisht ndryshe. Mirë, shohim edhe temperaturën në kryeqytet, temperaturat në kryeqytet për 3 ditët e ardhshme. Dhe nëse flasim për të enjtën, do të kemi një temperaturë më të ngratë se që kemi pasur të ditëve të kaluara. 11 do t'jetë temperatura maksimale dhe -1 do t'jetë temperatura minimale. Ndërkaq të premtën kemi 12 temperaturën maksimale dhe 5 temperaturën minimale dhe të shtunën, që si duket ta pret një vikend i ngrohtë, 14 do të kemi temperaturën maksimale dhe 2 temperaturën minimale. E përmenda pra, këto janë temperaturat të mira dhe me qënë se jemi duke shkuar nga Stina e Verës, na presin të temperaturat e ngrohta dhe ato vikendet e qeta e me diell për të pushuar, për të relaksuar, tamam qoftë në Bregdet, por qoftë edhe në viset malore, pse jo, varësisht nga zgjedhjet që ju preferoni. Mirë, pra, kaq kishim nga moti për këto ditë dhe për të diskutuar pastaj më gjerësisht për situatat e ndryshme dhe zhvillimet që ka pasur gjatë